Portieri i kombëtares shqiptare bëhet baba për herë të parë. Portieri i kombëtares shqiptare të futbollit, Elhan Kastrati, dhe bashkëshortja e tij, Laura Komplone, janë bërë prindër për herë të parë. Çifti ka zbuluar lajmin përmes disa fotove të postuara në Instagram, ku prezantojnë vajzën e tyre, të cilën e kanë quajtur Isabel. Isabel, do të duam si në përralla, për gjithmonë, shkruajnë ata në dedikim. Laura e zbuloi shtatzaninë në korrik të këtij viti, duke postuar një set fotografik nga shtatzania ku nuk mungoi edhe futbollisti. Këtë sezon, Kastrati luan në Bundesliga 2 të Gjermanisë, duke lënë pas një kohe të gjatë Italinë. 28 vjeçari ka luajtur 2 ndeshje për kombëtaren, teksa shumë herë ka qenë në grumbullim.